Bu CHI podcast. Edhe sa herë që them vetë që nuk do flas më për këto gjëra, për dreq ndodh ndonjë diçka tjetër që të thith prap brenda. Domethënë nuk të lë të vazhdosh. Nuk është se do të them ndonjë gjë më specifike apo më të mençur se çfarë mund të ketë thënë dikush tjetër, apo thjesht nuk më rrijej. Po 14 vjeç më. Drita e syve të prindërve vet. Rinia. Ata që do ju paguajnë pensionin. 14 vjeç. Edhe ju hoq komplet e drejta, domethënë që të ndiste në një plan çfarë lloj të ishte ajo. Se pjesën e sigurisë të përditshme, si në shkolla, edhe rrugëve, edhe në shtëpi e kemi zeruar. Tashmë ne jetojmë në një realitet, domethënë që këto gjëra nuk na bëjnë më përshtypje fare. E jo vetëm abuzimi që nuk kontrollohet më, domethënë, po thjesht jeta. Literalisht, jeta. Zonja dhe zotrinj. Kur duhet ndaloj kjo? Kur është mjaftueshëm? Sa duhet të përdhunohen? Sa duhet të dhunohen? Të rrihen, të theren, të vriten, si në këtë rast? Cili është numri magjik? Cili është numri magjik që do e kthej masën për ditëshmërinë, mua, ty, tjetrin? Cili është numri magjik që do na ngrejë në këmbë që hajde të bëjmë diçka, ndryshojmë diçka se nuk ecet më kështu përpara? Apo vazhdojmë ato, ç'pun kam unë, s'është përgjegjësia ime, është përgjegjësia e dikujt tjetër. Përgjegjësia mbetet diku tjetër vetëm përkohësisht, se ç'është kohë se sa t'ju ndodhi gjithsecilit mua bashk. O pse në atë lloj pike jemi ne të civilizimit, sa të presin të na ndodhi vet. Ta presin sa e keq atë vit të pragu, që duhet të përdhunojnë fëmijën, mbesën, nipin, duhet ta vrasin ty, djalin. Apo kujtoni se ka shtet. Apo kujtoni se ata po merren me ndonjë gjë të madhe. Zagaret e karigeve. Që edhe 1 minutë heshtje nuk e mbanin dot pa u zgërdhir edhe pa lozur e qeshur me njëri tjetrin si adoleshent baga e fundit të gjimnazit. Nga ha do presim. Që shohin vetëm si nip, si numër taksash. Ata nuk e dinë se çfarë do të thotë të rritësh një fëmijë në kushte normale në Shqipëri. Sa as vetë nuk janë arritur në kushte normale. Edhe dojnë mos që nuk e kuptojnë dot fare se si çfarë është të humbush një fëmijë. Ata fëmijët e tyre i marrin edhe i çojnë me makina luksoze me gjithë sigurinë që u takon. Jam rregull ata. Po pritet nga ata. Sa do e dhimbshë të tingëlloj, po pritet nga ata thjesht bëni gati gropën tjetër për atë që do vi më vonë. Sepse kjo nuk ka për të ndaluar, në qoftë se nuk merren masa aktive. Sado patetike tingëllon të merren masa. Nuk mund të presim ne që njerëz të tillë të rregullojnë këto makabritete kur çdo gjë tjetër kalon pa u ndeshkuar. Pa ndeshkueshmëria është normaliteti i ri në Shqipëri. Nuk mund të rregullojnë ata gangot dhe çdo lloj plere nëpër TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, kur ata janë të lirë, të pa kontrolluar. Unë nuk mund të them nipi tim mos e shifti filanin apo fistekun, dhe më pas të kthehem nga ana tjetër e divanit edhe ta shoh unë, e të gajasim, them sa bukur është, ja tregoj dhe shokut. Shi sa i trash është. Shive çfarë budalla jesh, kapi çik të sa bukur. Na meku. Nuk bëhet kështu. Fëmijët, ato që i thua i marrin për rebelizëm, asnjëherë nuk i ndjekin. Ato që bën ti ato do bëjnë. Edhe përderisa unë nuk e di vetë se çfarë është vlera dhe antivlera, s'ka për ta ditur asaj që vjen pas meje. Çajna ata prindërit e shkëtash, po çfarë do bëjnë? Në një vend ku idhujt janë ata që janë kriminal të fortët e lagjës, gjobvënca, kriminela, vrasës me pagesë, normalisht kjo është normale. Pavarësisht sa keq tingëllon, është normale. Edhe pak janë, më shumë duhet ishin vrarë me të realitet. Se ku në përzyrat e krye bashkiakëve ftohen individ ignorant pas një lloj vlere, ku repertori i tyre bazohet vetëm në krim, dhunë, drog, prostitucion, shere, prerje, therje. Më falni, çfarë më prisni? Ku meritokracia nuk ekziston dhe çdo person që e fiton bukën e gojës, edhe mbase më shumë, me meritat e tij pa i bërë keq dikujt, është zhdukur në renë e haresës dhe vemjet nga çdo lloj mëndzyrë, nga çdo lloj cepi, i çdo lloj të zezeje, trumpetohet më të madhe, merret edhe madje në për emisione për të bërë në intervista mbrapa të lirit të klikimet. Çfarë prisni ju? E kur shikojnë ndonjëherë që diskutojnë për disa probleme që në fakt mund të jenë probleme, po në krahasim me këto duken tejet idiote. O po na i vinë do na i bëjnë kalamajt kështu, po na ndryshojnë prindrit, po na ndryshojnë këtë. I nderuar, fëmia nuk po mbijeton dot. E derisa fëmia nuk mbijeton, kot i bën ato debatet e tjera.
ku nuk e siguruar gjërat më bazike, bie rifyllit kot pasaj për të gjitha budalliqet e tjera. Se në qoftë nuk e ke gjallë, as nuk të hyn në xhep asnjë gjë për të bërë atë muhabet pasaj. Çfarë ndodhi me ne? Qa jemi bërë ne kështu? Si mund të qëndrojmë ne kaq të heshtur, kaq pasiv, kaq të pa shpirt në thelb, ha? Në vend që t'ju zien dyer çdo lloj çakalli që është atje sipër. Çfarë shembulli po i japim ne fëmijëve tan duke qenë thjesht konsumator pasiv, pa i njohur fuqin, pa ndërmarrë një veprim, pa ndryshuar diçka. Ai djalë e pas dheun e lehtë. Ama diçka duhet bërë. Se çfarë është në detaje, unë nuk e di. Ka shumë hapa që mund të merren. Mos prisni sa të ndodhi fëmijës tuaj. Edhe në qoftë se s'keni fëmijë, do të keni dikur. Edhe në qoftë se do të keni, asnjëherë është thjesht gjëja e duhur për t'u bërë. Diçka duhet të ndryshojë dhe duhet të ndryshojë në shpejtësi rekord. Ndryshe, përtej depopullimit nga emigrimi dhe nga rënja e lindjeve, na kanoset dhe ulja e popullsisë nga vllavrasja. Duhet të marrim përgjegjësinë në duart tona. Se fundja nuk lihet ujku të ruaj delet. Dhe deri në momentin që të kemi kuptuar këtë pjesë, do vazhdojmë t'i hapim gropat një nga një. E keqja nuk ikën vetë. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, Podcast.